asnjëherë dhe njëherë ju them, asnjëherë mos më pyesni mua a do shkosh. Unë do shkoj në çdo rast që të thirrem për çdo problem nga organet e drejtësisë. E kam ligj, e kam aplikuar, e kam zbatuar këtë gjithë jetën time. Nuk mund të ketë hezitim dhe mdyshje, por me që jemi këtu, tani do shtoj pak. Çështja e 21 janarit është hetuar një herë nga një armik e egër e Sali Berishës dhe e Partisë Demokratike, njëri për cilin unë kam shprehur publikisht të gjithë konsideratat. Çështja e 21 janarit nga viti 2013, kur ne nuk kemi humur pushtetin, dhe gjerë sot, është penguar të hetohet, mendoj unë, të jetohet, se mund të jetohet, nuk jam kundër, është penguar vetëm për shkak të Edi Ramës, sepse deklaratat e qeverisë Shteteve të Bashkuara të Bashkimit Evropian janë shumë të qarta, kërkojnë hetimin nga polici tek organizatori kryesor.